veç ka pas manipulime në vota partijoke, ose e kanë votuar vetëm ata që janë nga vetëvendosja për diasporën jashtë, sidomos votimi jashtë. Unë mendoj që është shumë i manipuluar, derisa këtu brenda nuk e dim sa ka qenë numri, por zyrtarisht thuhet se 400.000 qytetarë, mbi 400.000 qytetarë kanë hyrë në Kosovë gjatë javës të fundit të zgjedhjeve, derisa kanë dalë nga Kosovë. Kjo është një shqiptëse dhe kanë mirë që rezultati i tillë në favor kryesisht për shkak të lëvizjeve të qytetarëve nga vendi në turizëm, domethënë qytetarët e vendit pa marrë parasysh ata cilit subjekti kanë taku, por kryesisht kanë qenë Lidhja Demokratike e Kosovës, nga Partia Demokratike e Kosovës. Ata që kanë ardhur në Kosovë kryesisht kanë qenë të vetëvendosës dhe kjo ka bërë këtë ndryshim kaq të madh të votave krahasuar me votat e shkurtit të vitit kaluar. Prandaj mendoj që një proces i ri zgjedhor do të jap krejt një rezultat tjetër. Për këtë do ju pyesja, ndoshta mos duhet kërkuar një proces i ri zgjedhor? Unë mendoj që duhet me shku në proces të ri zgjedhor, sepse për këtë është interesuar edhe vetë Albin Kurti, sepse ai nuk e ka dëshiru këtë rezultat, ka pas dëshirë ta ketë krejt një rezultat tjetër, sepse nuk i kanë ai din që gjatë muajit prill ose mas lartin muajin maj, Donald Trump do të merr një vendim, ose vendimi është marrë, vetëm kanë më thirrë Kurti dhe Vučići dhe kanë me nënshkru pa marrë parasysh çfarë marrëveshje do të jetë ajo, thuhet se do të jetë pranimi reciprok, pranimi dyanshëm i Republikës Kosovës dhe Republikës së Serbisë nga Kosova, por besoj që mbrapa kësaj dhe diçka tjetër do të jetë një autonomi substanciale për verën e Kosovës, gjë që do ta kishte fundos Albin Kurtin. Andaj ky ka shumë dëshirë që SPAK-u ta ketë një president nga, bile nuk është shumë interesuar se ai mund ta ketë në këtë rast nga Lidhja Demokratike e Kosovës, por ai e din që me Lidhjen Demokratike të Kosovës nuk do të ketë qetësi edhe me vëvën asnjëherë pa parasysh çfarë marrëveshje do të jetë ajo, pa qenë në këtë marrëveshje pjesëmarrës dikush nga PDK-ja ose Aleanca për Armërinë e Kosovës. Do të ishte më e pafashme për Albin Kurti që të jetë Ramush Haradinaj, por raportet aq janë të prishura mes Ramut dhe Albini, sa që nuk besoj që Ramushi do të pranoj të jetë në një koalicion, por edhe po të pranonte numrat, pra përsëri nuk i kemi për president, sepse ma do të donte Albin Kurti që ta ketë këtë rast Ramush Haradinaj, sepse ai e din çfarë marrëveshje e pret në Washington, andaj edhe nuk dëshiron që ai ta merr pushtetin i vetëm, edhe pse i ka fitu 51% votave, ai në rast dëshiron që nëpërmjet për shkak presidentes apo presidentit da shty na çojë një herë. Unë komunë të mërshme të zhjat i kanë dhënë një përqindje 33-35%, por është bë matja vetëm në Kosovë dhe ai u befasua me ardhen kaq masovike perëndimorëve të mërgatës tonë në Kosovë, u befasua dhe i erdhi një rezultat i papritur. Nuk është në gjë ta edhe nuk e ka dëshiruar në asnjë formë. Ai ka një rezultat në 20%, duke 20% ta bëj koalicion, por ja që nuk i bëni politika, i bëni diçka, ai asë nuk e ka po, dhe tani ai është shumë i
nuk e shëtan edhe shtatë po të tonë ai nuk e guxilin e Kosovës. Ai ka llogaritmi publike, por e ka të bllokuar dhe nuk e lejon as Amerika, as Evropa, dhe kështu ato ëndra të tij të këqija nuk do t'i realizoj asnjëherë. Profesor, nuk është çudi që ky skenar të ndodh, sepse edhe një muaj ndoshta është afati dhe pastaj duhet zgjidhet presidentja në mars, ndoshta do shkojmë me këtë parlament drejt për zgjedhjen e presidentes, edhe nëse nuk zgjidhet e ka kërkesë për zgjedhje të reja, ndoshta një rrugë 2 punë pastaj. Unë mendoj që këta me patjetër e kanë me konstituu kuvendin, nuk kanë çore, pa e konstituu kuvendin s'poku sa për të aprovu buxhetin, dhe nëse arrin të bëhet certifikimi i rezultateve deri në gjysmën e shkurtit, dhe aty për brenda 10 ditë të thirret mbledhja kuvendit edhe të konstituohet kuvendi, të konstituohet edhe kryetarët, edhe të bëhet një konstituim i shpejt sa për të aprovuar buxhetin, sepse pastaj do të jetë një krizë e thellë buxhetore dhe rreth 100.000 punëtorë të sektorit publik do të mbeten pa paga, dhe kjo konstituimi dhe kuvendit do të mbajnë vlerë e kuvendit do të aprovohen marrëveshje ndërkombëtare i duan në momentin që me mars duhet me zi natën e saktë nuk e di kur i ka lënë mandati, që në atë moment do të shkohet në zgjedhje të jashtëzakonshme. Atë me dëshirën e gjitha partive, sepse si duket edhe kur nuk është fort i interesuar që ta kryej këtë proces, qoftë me Osmani, qoftë me zotri Bekim Jasharin ose Murat Jasharin, sepse as që do të aprovojnë në atë formë, sepse në konvenon edhe nuk guxon të ecë tutje i vetmuar Alim Kurti, kështu që kërkon rezultate më të dobëta dhe sigurisht që nëse zgjedhjet do të jenë maj, se më herët nuk ka mundësi, nuk do të ketë mërgat në këtë numër siç ka pas, edhe rezultati zgjedhor do të jetë krejt tjetër krahasim me këtë, sepse unë mendoj që LDK-ja 50.000 vota nuk i ka humbur për shkak të asaj që djezit votuesit e LDK-s kanë shku drejt vetëvendosjes, por ata kanë qenë turizëm edhe s'kan dalë me votu fare. Kështu që ato 50.000 vota që i humbi LDK-ja nuk i ka humb për shkak se ata kanë shku te VV-ja, por për shkak se kanë shku turist në Shqipëri apo në vende tjera të rajonit. Dhe vota e LDK-s do të kthehet në zgjedhjet e tjera do që të jenë, edhe do të ketë vota më shumë, edhe LDK-ja, edhe Aleanca, edhe VV-ja do të bjenë dukshëm për shkak të asaj që diaspora nuk do të ketë mundësi të udhtoj përsëri në Kosovë, siç bëri me 28 dhjetor. Duke uruar që ky ngërç të zgjidhet sa më shpejt, i papritur që doli tashmë, profesorët falenderoj shumë për këtë bisedë të shpejtë. Faleminderit, miru pafshim.